Mediat heshtin, fëmijët vdesin, turp. Kriza e kollshër, media botërore, hipokrizia dëhre, zbulimi i turpit ton kolektiv. Një reflektim mbi vdekjen e Papa Franceskut dhe heshtjen ndaj vuajtjeve të fëmijëve në Palestinë, Kongo dhe vende tjera të varfra. Drita e medias në hijen e vdekjes së Papës, një spektakël i zbrazët. Pas vdekjes së Papa Franceskut më 21 prill 2025, media botërore u transformua në një makinë lavdëruese që përshkroi çdo detaj të jetës dhe vdekjes së tij, nga goditja në trup që shkaktoi koma, deri te ritualet e shenjta të Vatikanit për varrimin dhe zgjedhjen e një papë të ri. Por ndërsa ekranet u mbushën me imazhe të sheshit të Shën Pjetrit dhe analiza të testamentit të tij, miliona fëmijë në Palestinë, Kongo, Sudan dhe Uganda vazhduan të hidheshin në errësirën e heshtjes. Pyetja që na zgjon është kjo: pse jeta e një njeriu të shenjtë, apo jo, merr vlerë, ndërsa jetët e të pafajshmëve konsiderohen të paafta për klikime? Hipokrizia e medias, nga zëri i të dobëtve në zërin e fuqisë. Historia e medias ka qenë njëkohësisht heroike dhe tragjike. Ajo lindi si zëri i të shtypurve, por sot është shndërruar në një mjet të fuqisë që zgjedh se çfarë të tregojë dhe çfarë të fshehë. Fokusi selektiv. Ndërsa Vatikani përgatitet për Novendjales nën ditë zie, fëmijët në Kongo luftojnë për të mbjetuar në skllëvëri seksuale ose si ushtar të detyruar. Sipas UNICEF, 2 milion fëmijë janë vrarë në 10 vitet e fundit në konflikte dhe 20 milion janë të dëbuar. Ekonomia e klikimeve. Media preferon të raportojë për profecinë 1000 vjeçare të Papa Franceskut, sesa për fëmijët palestinezë që humbasin familjet në bombardime ose jetojnë nën bllokadë. Fjalët e Rudi Tarneden, UNICEF, janë një paralajmërim: populli i thjesht është më i prekuri dhe fëmijët i vuajnë të gjitha. Por kjo nuk është trending topic. Abuzimi dhe vdekja si norm, fëmijët që bota ka harruar. Në vendet e varfra, fëmijët nuk vdesin vetëm nga bomba, vdesin nga neglizhenca, uria dhe abuzimi. Kongo dhe Sudan, 5 milion fëmijë janë jetim dhe 40 e vdekjeve të fëmijëve në Afganistan ndodhin para moshës 5 vjeçe. Abuzimi seksual, 20 e abuzimeve seksuale ndodhin nga antar të familjes. Në Kongo, programet e demobilizimit përpiqen të rikthen fëmijët në jetën normale, por mungesa e medias e bën këtë luftë të padukshme. Ku janë titullat për këta fëmijë? Në vend të kësaj, media zgjedh të festojë historinë e mundshme të zgjedhjes së një pap afrikan, ndërsa Afrika vazhdon të hidhet poshtë. Jemi një dështim kolektiv, nga idealizmi në cinizëm. Ne e kemi tradhtuar misionin ton. Paraja mbi etikën, media ka kthyer vuajtjen në spektakël dhe drejtësinë në produkt. Vdekja e papës është një tregti që gjeneron trafik shikueshmërie, ndërsa vdekjet e fëmijëve palestinezë konsiderohen të rëndësishme vetëm nëse ndodhin në Evropë. Humbja e empatisë. Kur 3 milion njerëz në Darfur jetojnë nga ndihma humanitare, pse nuk shohim reportazhe 24/7? Pse nuk kërkohet llogari përgjegjësie për krimet kundër fëmijëve? Një shoqëri që hesht për fëmijët është një shoqëri e dështuar. Çfarë mund të bëjmë? Kthimi të rrënjët. Nuk mjafton të qajmë. Duhet të kthehemi te parimet themelore. Largimi nga sensacionalizmi. Media duhet të raportojë çdo jetë si të shenjtë, jo vetëm ato që tërheqin reklama. Amplifikimi i zërave të dobëta. Organizatat si UNICEF kanë nevojë për mbështetje, jo për heshtje. Kujtesa kolektive. Të kujtojmë se Papa Francesku vetë kishte kritikuar sistemet të padrejta, por trashëgimia e tij nuk duhet të mbetet vetëm në fjalë. Zoti na falë, por ne e kemi varrosur vetveten në një varre pa kryq, pa lule, pa lutje. Ndërsa Vatikani përgatitet për konklavën e re, bota po humbet një mundësi për të reflektuar mbi çfarë është vërtet e rëndësishme. Jeta e një pap nuk është më e shenjtë se ajo e një fëmije në Gaza ose Goma. Heshtja jonë është mëkat, dhe derisa nuk do të pranojmë këtë, do të vazhdojmë të jemi një turp për vetveten. Zoti na pastërtoft, sepse ne kemi ndotur çdo gjë që prekim.